Хотел по регистрированию. Jemi në banajirin ndërkombëtar të turizmit dhe sportit në qytetin e Prishtinës. Shkodra po paraqet ofertën e saj turistike, ku sot më shumë se asnjëherë Shkodra tashmë orientuar edhe nga investimet e drejt turizmit, ka një kërkesë të shtuar për pjesëmarrje të vizitorëve në qytetin e Shkodrës. Si gjithmonë, Shkodra ka mikpritur mirëja vizitor, por tani me këto investime që janë duke u bërë edhe me qytetin europian të sportit që Shkodra ka fituar të vit, do ketë shumë aktivitete që do ketë pjesëmarrës nga e gjithë bota, kuadër këtyre aktiviteteve sigurisht edhe për të vizituar atraksionet e mrekullueshme të Shkodrës. Faleminderit shumë për respektin që e keni bërë panajirit ndërkombëtar turizmit dhe sportit, të cili tani organizohet për vitin e 17. Është kënaqësi e veçantë që Shkodra, të kemi Bashkinë e Shkodrës duhet që t'i promovoj atraksionet turistike që i ka regioni i Shkodrës, në veçanti për turizmit, për turistët kosovarë që frekuentojnë shumë atë pjesë. Siç dihet, ne kosovarët e frekuentojnë pjesën e Shkodrës, Tethit, Shirokës, në veçanti Velipojën dhe bukuritë bregdetare. Kjo me këtë rast promovimi i Shkodrës në këtë panajër do të jetë më edhe shtytje më e madhe që kosovarët frekuentojnë dhe të vizitojnë pjesë dhe bukuritë e regionit të Shkodrës. Ne ju premtojmë që në një kohë një afat sa më të shkurt do të kontaktojmë edhe do të jemi në nënshkrues marrëveshje bashkëpunimi mes Bashkisë së Shkodrës edhe Odës së Hotelerisë. Pjesëmarrja e këtij numri të bizneseve tregon faktin që gjitha ato kanë edhe çka me promovu. Ne si OD do të thotë jemi edhe thamë ashtu bashkëpunuese, si bashkëorganizator. Çdo herë përkrajën do ta kish gjithmonë, për arsye se këtu është vendi ku promovohen vlerat. E tash panajira duhet mi përcjell. Kjo është edhe një peçë edhe një mesazh te subjekte tjera.
Qëndrani se do të shijojnë vallet edhe tjera. Faleminderit.